Ma sicuramente è una partita molto importante, molto Sigurisht është një ndeshje e rëndësishme, e vështirë, sepse Serbia është një skuadër mjaftueshmërisht e fortë dhe sigurisht do të luftojë me Shqipërinë për vendin e dytë në grup dhe sepse vendi i parë pothuajse dihet që mund të jetë i Anglisë, sepse këtë kemi parë edhe në ndeshjen e saj ku u mbyll kjo ndeshje me kombëtaren kundër Anglisë, që përfundoi 2-0 dhe kishte diferenca të mëdha. Por unë mendoj se nëse ne bëjmë një ndeshje të mirë nga pikpamja e vendosjes me fizikun e duhur, kemi një rrugë përballë nesh që ka për të qenë e lehtë, sepse Letonia dhe Andora janë pikërisht skuadra që mund të munden edhe lehtësisht, por ndeshja me Serbinë nga pikpamja e pikëve është e rëndësishme. Ajo është një ndeshje e veçantë, një ndeshje ku ka patur një pushtim të fushës dhe ne ishim duke luajtur pikërisht një ndeshje shumë të barabartë kundër Serbisë, nuk pësuam shumë dhe patëm edhe raste që mund të kishim shënuar dhe ishte një ndeshje shumë e ekuilibruar. Dhe pastaj nga pjesa tjetër më pas nga tifozët që u futën në fushë, presioni dhe atëherë kur futën dhe tifozët serb dhe arbitri kur na çoi në zhvestore, atëherë nuk u kthye më që të ishte një ndeshje futbolli. Gjëja më e rëndësishme është që të kemi lojtarë që të jenë shumë mirë fizikisht dhe që të kenë kushtet e mira fizika. Dhe duhet të përpiqemi që të bëjmë jo një luftë politike, por një luftë futbolli në fushë që vlen shumë për një kualifikim drejt një botrori që ka për të qenë diçka stratosferike për të shkuar në Shtetet e Bashkuara dhe për të luajtur një botror. Dhe besoj se kjo është më e rëndësishme. Pastaj do ketë detaje që se si trajneri do t'i flasë vetë lojtarëve, kjo do të shikohet më pas në fushë. Besoj se është një skuadër që ka shumë cilësi dhe nga pikpamja teknike është një skuadër që ka lojtarë që luajnë në skuadra të rëndësishme, që shumë luajnë në Serinë A apo edhe në kampionatet europiane në skuadra kryesore, që tek e fundit nga pikpamja teknike nuk besoj se nuk jemi keq, por çfarë është e rëndësishme është që këta lojtarë që do të thërriten të kenë kushtet e mira fizike, sepse do duhet që të luftojnë nga minuta e parë deri tek e fundit. Besoj sot për sot skuadra e ka një vlerë të rëndësishme të saj, sepse ka lojtarë që dhe po ta them edhe një herë që në skuadrën time nuk ishin atëherë. Padyshim, nëse bën një analizë në Serinë A luanin 2 ose 3 lojtarë në skuadrën time. Sot ka lojtarë që me shumicë që luajnë në Serinë A, për të mos thënë që lojtarë si Broja që luajnë në Angli apo të tjerë që luajnë në Turqi. Unë them se tek e fundit është një skuadër që ka cilësi të mira dhe nga pikpamja e vendosmërisë e të qenit bashk skuadër dhe të luftojnë për çdo top, mendoj se kjo ka për të qenë karakteristika që ne e kishim, që ishte një skuadër që nuk dorëzoi deri në momentin e fundit. No, non devono prendere nessuna lezione da nessuno, sono già dei giocatori. Nuk kanë asnjë mësim për të marrë, sepse janë lojtarë pikërisht që kanë të shkuar të një kurrikull të tyre, kanë përvojën dhe thjesht vetëm duhet të përpiqen që të jenë skuadër, të jenë së bashku. Gjithmonë më shumë dhe të përpiqen që mendërisht që ky opsion për të shkuar në botror mund të jetë një opsion konkret dhe i arritshëm. No, non devo dare nessun consiglio. Jo, unë nuk jap asnjë këshill. Kanë një trajner shumë të mirë si Silvinho që është i aftë, ekspert dhe nuk ka nevojë për asnjë lloj këshille.
che non ci siano, che ci sia un grande supporto alla squadra, që të ketë mbështetje për skuadrën dhe t'i lëm jashtë ato që janë situatat që nuk vlen për asgjë, sepse sot për sot është e rëndësishme që të bëjmë pikërisht rrugën e duhur. Pjesa tjetër e lëm më njanë dhe pasi të përfundojë ndeshja dhe pasi të kemi marrë 3 pikët e plota, mund të themi dhe të bëjmë çfarë të duam.